Please welcome to the stage the president of the 5th International Physiotherapy Congress of Albania, Professor Dr. Irina Kola, a distinguished academic, a visionary leader, and a driving force in advancing physiotherapy education and excellence in Albania. Dhe kualifikime në fizioterapi nga Belgjika, patëm privilegjin të hapim degën e fizioterapisë sipas kartës së Bolonjës me ciklin e parë dhe të dytë të studimeve në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike aso kohe pjesë e Universitetit të Tiranës. Our journey began in 2006 when for the first time, together with a group of professors from Belgium with years of academic experience and specialization in physiotherapy, we had the privilege to establish the first physiotherapy program in Albania under the Bologna Charter at the Faculty of Tirana of Technical Medical Sciences at the time known as University of Tirana. Ajo ishte dita kur fizioterapia shqiptare nisi rrugëtimin e saj drejt dinjitetit dhe njohjes, duke u zgjeruar më pas në Durrës, Shkodër, Elbasan dhe mëtej, duke krijuar një rrjet profesionistësh që sot përbëjnë zemrën e kujdesit rehabilitues në vendin tonë. That was the day when Albanian physiotherapy began its path toward dignity and recognition, extending later to Durrës, Shkodra, Elbasan, and beyond, building a network of professionals who today fund the heart of rehabilitative care in our country. Fizioterapia në Shqipëri ka bërë hapa të rëndësishëm në këto dekada, ku përveç ciklit të parë dhe të dytë të studimeve, pranë Universitetit të Mjekësisë, është hapur dhe cikli i tretë i studimeve për doktoraturën në shkencat rehabilituese. Po ashtu, nga një profesion pak i njohur ose i nënvlerësuar, është bërë një shtyllë kryesore e sistemit të kujdesit shëndetësor, gjë e cila doli akoma më në pa gjatë pandemisë së COVID-19. Por krahas rritjeve, jemi ende në një udhëtim që kërkon vizion, vendosmëri dhe mbështetje institucionale. Physiotherapy in Albania has made remarkable progress in these decades. In addition to the bachelor's and master's programs, the University of Medicine now offers a PhD in rehabilitation sciences. Once an under-recognized profession, physiotherapy has become a vital pillar of our healthcare system. A truth was made even more evident during the COVID-19 pandemic. Yet, alongside its achievements, we remain on a journey that requires vision, determination, and institutional support. Kjo është arsyeja pse ky kongres është më se sa i rëndësishëm si takim shkencor. Ai është një thirrje për të rritur zërin e fizioterapistëve. Është një moment për të theksuar nevojën për të ngritur një strukturë të rregulluar urdhrin e fizioterapistëve në vendin tonë, që do të garantojë cilësinë, etikën dhe mbrojtjen e profesionit. This is why this Congress is more than just a scientific event. It is a call to raise the voice of physiotherapists, a moment to emphasize the urgent need to establish a regulated structure, the order of physiotherapists, which will guarantee quality, ethics, and the protection of our profession. Dua të shpreh një njohjen time më të thellë për të gjithë ata që kanë bërë të mundur realizimin e këtij eventi. Falenderojmë drejtoreshën europiane të Konfederatës Botërore të Fizioterapisë, zonjën Ester. I would like to express my deepest gratitude to all who made this event possible. We thank the European Director of the World Physiotherapy Confederation, Ms. Hester. Faleminderit urdhrit të fizioterapisëve të Kosovës dhe kryetarit të tyre, Dr. Fejn Gashi, për bashkëpunimin and their president, Dr. Fejn Gashi, with their brotherly collaboration and support. Faleminderit urdhrit të fizioterapisëve të Portugalisë për mbështetjen e tyre të vyer në ndërtimin e të ardhmes sonë profesionale. And thank you to the order of physiotherapy support for their invaluable assistance in building the future of Albanian physiotherapy. Faleminderit urdhrit të fizioterapisëve të Zvicrës për bashkëpunimin dhe për krahjen e tyre të vazhdueshme. And to the order of physiotherapy Switzerland for their continued partnership and encouragement. Një falënderim I veçantë
është për shoqatën shqiptare të fizioterapisë me kryetar zotin Faton Daçi, që ka kontribuar për realizimin e këtij eventi. A special thank you to the Albanian Physiotherapy Association headed by Mr. Faton Daçi, which contributed to this event. Një falëndrim i ngrohtë për të gjithë pjesëmarrësit ndërkombëtar që kanë ardhur nga shumë vende të Europës për të qenë pjesë e këtij momenti historik, si dhe për të ftuarit tanë special që do pasurojnë këtë kongres me ligjërimet e tyre profesionale, duke bërë të mundur shkëmbimin e përvojave në mbar Europën dhe më gjerë. A warm thank you to all international participants who have traveled from many European countries to join this historic moment, as well as to our distinguished guest speakers who will enrich this Congress with their expertise and insight, foresight, knowledge exchange across Europe and beyond. Sot, ky kongres është një mesazh i qartë, se fizioterapia shqiptare ecën përpara, me dinjitet, me dije dhe me bashkim. Today, this Congress sends a clear message. Albanian physiotherapy moves forward with dignity, knowledge, and unity. Ju falenderoj dhe ju uroj suksese në këtë kongres të pestë ndërkombëtar i zhvilluar në vendin tonë, duke patur parasysh që zhvillohet në qendër të Republikës së Shqipërisë, në kryeqytetin tonë në Tiranë, në zemrën e fizioterapisë shqiptare. Suksese! Thank you, and I wish you all success in this 5th Congress of Physiotherapy, which is held in the heart of Albania, Tirana, the heart of Albanian physiotherapy. Suksese!